أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حمل الرسالة وبلغ الأمانة نسأله ما من الله تمشيرو ست مشي برست باشه مشي الله تشوف ببروفيت محمد صلى الله عليه وسلم باشه مشي الله تشوف بجاtë njerëz që pasojnë udhën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e Kiametit. Është një hadith, një thënie e profetit alaihi salatu wassalam, i cili thot sallallahu alaihi wasallam: "Idha arada Allahu bi'abdihi khayran ajalahu al-uqubah fi ad-dunya wa idha arada Allah bi'abdihi sharran amsakahu anhu bi dhanbihi." Çka do të thotë ky hadith shqip? Profeti alayhi salatu wasalam thot, nëse Zoti në këtë hadith thot, nëse Zoti i Madh xhella xhelalu don hajrin, ja don të mirën njeriut, ja shpejton dënimin me këtë dynja dhe nuk e dënon në ahiret. Dhe nëse Zoti i Madh xhella xhelalu nuk ja don të mirën dikujt, dhe shiko këtu do ta kuptojmë pak çështjen, kujt ja don të mirën dhe kujt nuk ja don të mirën. Allah azza wa jalla është i drejtë. Zoti nuk bën padrejtësi asnjëri, as kërkujt si bën padrejtësi Allah azza wa jalla. Po kush e meriton? A njeri që e meriton shpërblimin e Allahut, Zoti ka më shpërbly. A njeri që e meriton dënimin e Allahut, Allah azza wa jalla ka më dënu. Zoti është i drejtë. Zoti i Madh xhella xhelal nuk i bën padrejtësi asnjëriu. Pra, në këtë hadith, profeti alayhi salatu wasalam na thot, nëse Zoti i Madh xhella xhelalu ja don hajrin, ja don të mirën dikujt, e dënon me këtë dynja, e sprovon me këtë dynja, dhe në ahiret, në botën tjetër, është i falë, është i pastër. Domethënë gjithë ato sprova, dënimet që të bijnë me këtë dynja, janë sebeb që Zoti të falin, në ahiret nuk kemë llogari. Nuk kemë llogari. A nëse Zoti i Madh nuk ja don të mirën dikujt, sepse e meriton ai dikushi, thot, ja vonon dënimin në ahiret. Me këtë dynjë do ta shikosh të lumtur, ndoshta do ta shikosh që ka, ndoshta nuk është smu asnjëherë, ndoshta, ama Zoti i Madh xhella xhelalu ja ka vonu për dynjan tjetër. Tamam? Mirë po, ka ja 4-5 gjunahe. Janë 4-5 gjunahe. Nëse njeriu i bën, edhe me këtë dynja dënohet, edhe në ahiret dënohet. Domethënë, nëse njeriu i bën këto 4-5 gjunahe, dënohet edhe me këtë dynja, dënohet edhe në ahiret. Unë do t'i them tani cilët janë këto 4-5 gjunahe, inshallah, duke u bazuar në hadithet e profetit alayhi salatu wasalam. Pra, e para gjë, ta kuptojmë hadithin e profetit alayhi salatu wasalam, i cili thotë, nëse Zoti e don të mirën një njeriu, Allah azza wa jall e shpejton dënimin me këtë dynjë që në ahiret të jetë i pastër, nuk ka më dënim. A nëse Zoti nuk ja don të mirën dikujt, Allahu subhanahu xhella xhelalu e vonon për në ahiret. E vonon për në ahiret. Mirë po, këtu nuk do të thotë që neve t'i kërkojmë Zotit, o Zot na jep çka kemi me pagujt me këtë dynjë dhe më na dënon ahiret. Nuk lejohet kjo. Nuk lejohet kjo. Neve kemi për detyrë me u lut Zotit që të na japit mira me këtë dynjë, na japit mira në ahiret. Pastaj atë çka ka Zoti me ne, Allah azza wa jall e dim që është i drejtë, nuk i bën padrejtësi asnjëriu. Siç e kemi përmend atë ndodhin me atë burrin, atë sahabin, kohën e profetit alayhi salatu wasallam, i cili është smur rënd, smundje të rënd ka pas. Atë smundje të rënd sa ka rënë shtrat. Dhe prej smundjes është dobësu fizikisht. Është bërë shumë i dobët. Kur ka shku profeti alayhi salatu wasallam ta vizitoj, ta shikoj, i ka thënë, o fulan, çka është puna jote? Çka të ka gjetë? Ka thënë, ja Resulullah, bëna dua. Rezultati duas e ka zënë ajo çka e ka zënë. Çka duaja ka bë? Ka thënë, o Zot, kështu i ka bë duan, o Zot, nëse do më dënosh, dynjan tjetër, më jep dënimin me këtë dynjë që mos kem dënim dynjan tjetër. Profeti alayhi salatu wasallam e ka kritiku.
Njeriu nuk duhet i kërkoj Zotit dënimin. Po duhet thush, i ka thënë profeti alayhi salatu wasallam, ka këshillu, ajo këshill për atë sahabi radhiyallahu anhu është këshill edhe për ne. Që profeti alayhi salatu wasallam i ka thënë, a nuk pata mundësi të thush dhe thuj, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. O Zot, më jep mirësi me këtë dynja, më jep mirësi në ahiret dhe më ruaj prej zjarrit të xhenemit. Këtë kemi ne për detyrë dua me bot që i kërkojmë Zotit na japi mirësi me këtë dynja, mirësi në ahiret dhe Zotit na ruaj prej zjarrit të xhenemit. Pastaj atë çka ndodhen jetën tonë, ne nuk na pyet Allahu subhanahu xhelalu çka bën me jetën time dhe me jetën tënde. Tamam? Mirë, për janë disa 4-5 gjunahe, si që thash, që nëse Allah Azza wa Jalla këto 4-5 gjunahe, nëse ne i bëjmë, Zoti e dënon njeriu me këtë dynja dhe prap do ta dënojë në ahiret. Plus dënimin e ka me këtë dynja, plus dënimin do ta ketë edhe në ahiret. Vetëm nëse kërkon falje, nëse bën falje, i kërkon Zotit falje, është pendu dhe pendohet sinqerisht, atëherë Zoti i Madh xhel xhelalu është falës. Allahu subhanahu xhel xhelalu, një njeri i cili pendohet sinqerisht, kërkon falje sinqerisht, i lutet Zotit sinqerisht që Zoti i Madh xhel xhelalu ta fali, Allah azza wa jalla falën. Ne flasim nëse nuk bën tobe, ne flasim nëse nuk pendohet. Vazhdon me këto punë dhe vdes me këto punë. Nëse njeriu i bën pra këto 4-5 punë, dije se Zoti ka më dënuar me këtë dynjë në ahiret. Cilat janë këto 4-5 punë? Këto 4-5 punë, motra dhe mia, është hadithi i profetit alayhi salatu wassalam, ka hadithet profetit alayhi salatu wassalam, që janë të rënditme. E para thuhet, ai i cili el-baghi, puna parë, vepra parë. Nëse njeriu e bën me këtë dynja, e ka këtë vepër, nëse nuk kërkon falje, Zoti e dënon me këtë dynja në ahiret. Vepra parë është baghi. Baghi, në gjuhën arabe do të thotë, me komentin e hadithit që kanë komentuar dietarët, është kur bën zullum, kur bën padrejtësi. Kur bën padrejtësi njerëzve. I bën padrejtësi njerëzve. Kur njeriu është i padrejtë ndaj njerëzve të tjerë, i bën padrejtësi dhe padrejtësia ka lloj shmëri të ndryshme. Ke lloj padrejtësish. Padrejtësia fillon që te shtëpia. Padrejtësi në shoqëri, padrejtësi në punë, padrejtësi në pazar, padrejtësi në shtet, padrejtësi kudo. Domethënë padrejtësia është edhe te shtëpia. Nëse njeriu është i padrejtë dhe bën padrejtësi njerëzve të tjerë, Zoti atë njeri e dënon me këtë dynja, po kjo s'do të thotë se e ka dënuar me këtë dynja dhe nuk ka më dënim në ahiret. Jo, ka dënim edhe në ahiret. Mbas hadithit profetit alayhi sallam, vetëm nëse kërkon falje te Allahu subhanahu xhelalu. Nëse ai njeri i cili është i padrejtë, i cili është zullumçar, nuk kërkon falje te Zoti, ai njeri do dënohet me këtë dynja, do ketë dënimin me këtë dynja, po do ketë edhe dënimin në ahiret. Pra njeriu i cili është zullumçar, njeriu i cili bën padrejtësi. Dhe thash padrejtësit janë nga më të ndryshmet. I kemi ngjyrat nga më të ndryshme. Padrejtësi, bashorti mund bëj padrejtësi ndaj bashortes vet, bashortja mund bëj padrejtësi ndaj bashortit vet, baba mund bëj padrejtësi ndaj fëmijëve, nana mund bëj padrejtësi ndaj fëmijëve, mund bësh padrejtësi ndaj antarëve të familjes, mund bësh padrejtësi ndaj farefisit, mund bësh padrejtësi ndaj komshive, mund bësh padrejtësi ndaj shoqërisë, bën padrejtësi në pazar, bën padrejtësi në biznes, bën padrejtësi në shtet, dhe ke pushtetin dhe bën padrejtësi, ke diçka në dorë dhe shkeli njerëzit e tjerë. Jo, Allahu subhanahu xhelalu prej veprave që urren shumë është kur njeri bëhet i padrejtë. Zoti është i drejtë dhe Zoti don njerëzit e drejtë. Zoti nuk e don zullumin, padrejtësinë, dhe Allahu subhanahu xhelalu e ka bë haram që njeriu të bën zullum. Nëse njeriu bën zullum, pra do ta shijoj rezultati e tij zullumi që ka bën. Do ta shijoj me këtë dynja, po ka më shiju dënimin dhe në ahiret. Prandaj her pas here në ligjëratë ju themi që valla billa njerëzit të cilët janë zullumçar, që janë pa drejtë, që bëjnë zullume nga më të ndryshmet, nëse s'bëjnë tobe istighfar, përfundimin e kanë keq me këtë dynja
dhe dënimin më të ashpër inshallah me lejen e Allahut subhanahu xhelle xhelalu e ka në ahiret. Pra kjo është puna e parë, Zoti na rujt. Prandaj të kemi kujdes. Ta shikojmë vetveten tonë se si jemi nëpër familje, se si jemi marrëdhëniet, si kemi në familjen tonë, si kemi me fëmijët tonë, si kemi me shoqërinë, si kemi me njerëzin, a i kemi hyrë dikujt në hak, a si kemi hyrë dikujt në hak. Sepse bësh padrejtësi do të thotë me hyrë në hak dikujt. Bësh padrejtësi e ke dëmtu dikën, e ke shkel dikën me kam. Zoti na rujt. Kjo ishte puna parë. E dyta është mbas të hadithit, mbas asaj që dhe dietarët e kanë komentuar, këtë hadith është që quhet uququl walidain, ose ka një transmetim tjetër që thuhet ndërprerja e lidhjeve farefisnore, ose ndërprerja e lidhjeve të gjakut. I shkëput lidhjet me gjakun tënd. Dhe shkëputja e lidhjes së gjakut, kush është kryesorja? Si kemi lidhjet e gjakut me farefisin ose me gjakun tënd, kush është kryesori? Kush është i pari? Më i rëndësishmi? Prindët. Prindi. Domethënë ti ndërpresësh lidhjet me prindërit tuaj ose që quhet cillesh keq me ta. Një njeri i cili sillet keq me prindrit e vet, një njeri i cili sillet keq me prindrit e vet, ai njeri e ka dënimin me këtë dynja, do ta ketë dënimin dhe në ahiret nëse s'kërkon falje, nëse vdes ashtu, duke i nënçmu, duke i poshtru, duke i lëndu prindrit e vet, ai njeri edhe me këtë dynja do ketë dënimin, por edhe në ahiret. Gjithë ato njerëz të cilët janë sjell keq dhe sillen keq me prindërit e vet, ato nuk kanë sukses me këtë dynja. Ato prej dënimeve të Allahut është që nuk kanë sukses me këtë dynja. Ti ke njerëz të tillë për shembull, të cilët biznesi nuk i hec. Kanë probleme në jetën e vet të përditshme, nuk kanë sukses, i mbyllën, nisën një punë, s'mund ta çojë deri në fund. E nisën një shkollë, e bën një vit edhe e lën. Ka një diplomë dhe s'mund gjen punë. Dhe po të shikosh historikun pakës, shikosh historikun dhe shikosh që i kanë lidhjet me prindit e vet dhe sjelljen e ka me prindit e vet shumë të keqe. Po të shikosh historinë e dietarëve të mëdhenj. Historinë e dietarëve të mëdhenj. Dietarëve flasim historinë e dietarëve në Islam. Gjithë ato që janë të njoftshëm. Ahmedi bin Hanbal, Ibn Jauzije. E kretë, po shikosh një histori, shikosh që i kanë qenë sjell mirë me prindit e vet. Dhe Zoti xhelle xhelalu i ka dhënë sukses me këtë dynjë. Prandaj gjithë ato njerëz të cilët nuk sillen mirë dhe i maltretojnë, i keq përdorin prindit e vet, ato nuk kanë sukses me këtë dynjë dhe mos suksesi është një lloj dënimi që Allahu subhanahu xhelle xhelalu i dënon. Tregohet një rast, kjo ka ndodhur në vendet arabe. Tregohet një rast, një burr ka qenë sjell keq me nënën e vet dhe nëna vet ka bërë një dua për të. Jo dua, ka bërë dua, ka thënë ty, Zoti kurrëherë mos furnizof me djem. Ty Zoti mos furnizof kurrëherë me djem. Gjë që nuk është mirë, pavarësisht se ne jemi prind, edhe nuk është mirë për shembull ti mallkojmë fëmijët ton. Ato fëmijë sillen keq dhe nuk është mirë me i mallku. Dhe jemi të ndaluar për profetit alayhi salatu wasalam që ne ti mallkojmë fëmijët ton. Prandaj profeti alayhi salatu wasalam na ka këshilluar, ka thënë la tad'u. Është një hadith i profetit alayhi salatu wasalam, i cili ka thënë mos e mallkoni vetvetin e juaj. Mos e mallkoni fëmijët e juaj dhe mos i mallkoni pasurinë e juaj. Pse? Sepse nëse ne e mallkojmë vetvetin ton, ka raste të tilla që ty tu ka mush shpirti për shembull, problemet nga më ndryshme kësaj dynjaje, ose dikush edhe smundje diçka, dhe mallkon vetvetin e vet. Mos e mallko vetvetin tënd, se ndoshta mund të mbjeri. Dhe mos e mallko fëmijët e tuaj. Pse? Sepse ai mallkimi mund të bjeri në kokën e fëmijëve tuaj. Dhe mos e mallkoni pasurinë e juaj. Pse? Sepse ndoshta ajo pasuri do bëhet sebeb mallkimi yt që shkatërrohet ajo pasuri. Në pas hadithit profetit alayhi salatu wasalam, dhe kjo nën bën dua për djalin e vet, ty Zoti mos t'i japi kurrë një herë djem. Vetëm vajza le të vinë.
Dhe martohet ky krit vajza. Një mas një, 6, 7, 8. Vetëm vajza, nuk lindin djem. Kjo kupton që kjo është rezultati i duas nënës vet. Prandaj mos jemi të atill që ti mushet shpirti prindit edhe të mallkoj prindi pastaj. Po të sillemi mirë me prindin, silluni mirë me prindin që të fitosh dua të mira. Sillu mirë me prindin që të kesh sukses me këtë dynja. Sillu mirë me prindin, pse? Që të fitosh xhenetin Allahut subhane xhelle xhelalu. Prindi është haku parë është haku Allahut. Haku parë është haku Allahut. Wa qada rabbuka la ta'budu illa iyyah. Zoti ka po farz në tokë që ne ta madhnojmë, ti bëjmë ibadet Allahut subhane xhelle xhelalu. Mbas hakut Allahut kush është? Wa bil walidaini ihsana. Haku dytë është mirësjellja ndaj nanës edhe ndaj babës. Walidain në gjuhën arabe fyje para do nana, pastaj baba. Do thënë direkt mas hakut Allahut. Njeriu është i urdhëruar që të sillet mirë me prindin e vet. Pastaj ti marrësh lidhjet me gjakun tënd. Kemi thënë shpesh herë në ligjërata ndryshme që ka hadithet profetit alayhi salam i cili thotë kush i ka prer lidhjet me gjakun, i ka prer lidhjet me Allahun. Kush i ka prer lidhjet me gjakun e vet, me farifisin e vet, i ka prer lidhjet me Allahun. Do të thonë aq vepër e keqe është. Aq punë e keqe është. A dini ju që ato njerëz të cilët i kanë prer lidhjet me gjakun e vet, nuk zbret mëshira e Allahut mbi ta. Nuk zbret mëshira e Allahut mbi ta. Ka transmetime të tilla prej profetit alayhi salatu wasalam, i cili kur ka qenë në haxh profeti alayhi salatu wasalam, ka shku në malin e Arafatit. Ditën e Arafatit. Është ngret profeti alayhi salatu wasalam bëj dua. Por para se me bë dua, profeti alayhi salatu wasalam i ka lajmëruar njerëzit. Ka thënë kush është midis jush që i ka prej lidhjet me gjakun e vet, le të dali. Mos më rri këtu te grupi. Mos rri midis njerëzve. Pse? Sepse bëhet sebeb që Zoti mos ta pranoj duan sebeb ai person. Sipas disa transmetive ngrehet ky njeri, njëri ka qenë që i ka pas shkëput lidhjet me tezën e vet. Si ka pas marrëdhëniet e mira me tezën e vet. Nuk ka fol me tezën e vet, është ngret, ka dal prej xhamati, prej njerëzve, ka hik ke tezja vet, ka shku ke tezja vet, është pajtu me tezën e vet dhe është kthy prap në atë mezhlisin, në atë vend kur ka qenë profeti alayhi salatu selam malin e Arafatit. Ka transmetime tjera, një prej dietarëve të mëdhenj ka thënë, unë nuk rri në një mezhlis, unë nuk ulem me një vend nëse është një person i cili ka prej lidhet me gjakun, unë nuk rri ul në atë vend ku është ai. Pse? Sepse nuk zbret rahmeti Allahut subhane xhelle xhela, nuk zbret mëshira Allahut azza wa xhel. Pra, ai njeri i cili i ka prej lidhet me gjakun, ai ka dënimin me këtë dynja dhe ka dënimin në ahiret. Nëse s'bën tobe, nëse s'kërkon falje Allahut, nëse kërkon falje, tjetër punë, ama ne flasim nëse nuk bën tobe dhe vdes ashtu, duke i prej marrëdhëniet me gjithë njerëzit familjar me gjakun e vet. I treti kush është? Kishte i dyti. I treti kush është? Kur njeriu rren, kur njeriu gënjen. Njeriu i cili gënjen është gënjeshtar. Je ka bë gënjeshtra, buke djathtë ka dikush, se ka problem se gënjen. Hiç. Se ka dert pse gënjen. Nuk e ka problem, gënjeshtrën e ka bë pjesë jetës vet. Gënjen me u pasuru, gënjen për me dalë për një situatë, dhe gënjen popuj, gënjen njerëz, del në televizor gënjen, shkumohen disa njerëz duke të gënjy. Njerëzit, kujtoj se njerëzit janë dele. Gënjen njerëzit të cilët janë gënjeshtar. Dhe shikoni se njeriu kur gënjen 1 herë, 2 herë, 3 herë, 5 herë, 10 herë, shkruhet te Zoti gënjeshtar. Nëse vazhdon atë me gënjeshtrën e ka bë pjesë jetës vet, ai te Zoti quhet gënjeshtar. Shënohet gënjeshtar.
Dhe nëse shënohet e Zoti gënjeshtar, edhe njerëzit do ta njohin si gënjeshtar. Nëse ke Zoti shënohet gënjeshtar, njerëzit do ta dinë që ky është gënjeshtar. Njeriu i cili gënjen, Zoti ka më dënuar me këtë dynja, po do japi dënimin edhe në ahiret. Nëse nuk e lën gënjeshtrën. Nëse nuk e lën gënjeshtrën. Prandaj njeriu duhet të ketë dinjitetin e vet, duhet të ketë personalitet, duhet të ketë fytyrë. Duhet të ketë fytyrë. Po dikush i ka 500 fytyra, një fytyrë na e ka fal Zoti. Atë fytyrë që ta ka fal Zoti, atë fytyrë mbaje. Mos i ve 500 fytyra, mos u bë si kameleon, ngjyra. Njeriu ka ketë një fytyrë, siç ka thënë Imam Buhari, Zoti e mëshiroft. Imam Buhari ka thënë një fjalë që ka thënë: nëse humbet fytyra te njerëzit më nuk kthehet. Nëse humbet parja, leku, ajo kthehet. A dini kur e ka thënë? Atë historinë kur ka qenë Imam Buhari, ka qenë në një anije të vogël, në atë anije kanë qenë edhe njerëz tjerë, udhëtar tjerë. Në atë anije ka qenë dhe një hajdut. Ka qenë një hajdut. Dhe e ka pa që Imam Buhari ka pare me veti, monedha në atë kohë. Edhe e ka pyet Imam Buharin, sa ke me veti? Imam Buhari ka qenë i njofshur. Ka qenë i njoft Imam Buhari që ka thënë për herë të vërtetën. Prandaj sot e kësaj dite, hadithet më të sakta i kenë te libri që janë përmbledhme te Sahih Buhari që quhet. Prandaj dietarët janë unanimisht një mendimi që libri më i saktë, mas fjalës së Allahut, Kuranit Kerim, vjen hadithet përmbledhme që janë përmbledh nga Sahih Buhari. Ka qenë njeri i sinqert, ka qenë njeri i drejtë, ka qenë njeri i cili nuk ka gënyu asnjëherë. E ky hajduti kur e ka pyeti ka thënë: "O Imam, sa pare ke me veti?" E ka thënë 100 lira në atë kohë. E ky tani si t'ja vjedh Imam Buharit, e ka bën një skend atil që fillon edhe ulëret ky hajduti. Nania thot: "Mi kanë vjedh 100 lira mu." Hajduti hiqet viktim. Hiqet viktim. Edhe thot: "Mi kanë vjedh 100 lira, shkon aty kapitenit anijes, mi kanë vjedh 100 lira, kontrolloj krejt gjithë njerëzit këtu." Dhe kapiteni i vën gjithë njerëzit në kontroll dhe i kontrollon një ka një, i vjen radhe Imam Buharit me kontrollu, thot kapiteni, unë nuk e kontrolloj këtë, kjo është dietar, si mundon ta kontrolloj? I thot Imam Buhari: "Më kontrollo dhe mu, nuk ka problem." Kur e kontrollon Imam Buharin, Zoti qoftë i kënaqur me të, shikon që si gjen as i lirë. S'ka. Ky hajduti hesht. Mas i zbresin për anije, hajduti i shkon në Imam Buharit nga mas thot: "Pash Zotin, a i kishe 100 lira me veti?" Tha: "Po i kisha." "Po kur kontrolloj kapiteni anijes, ku i çove?" "I hudha në det," tha. "I hudha në det, sepse Zoti e din që unë jam i pafajshëm, dhe ato janë paret e mia, ama kujt jam mu shumë mendje njerëzve, do fillon njerëzit të dyshojnë pastaj. Se ti themi kanë vjedh 100, edhe po të mi kishe gjetë mu 100, do filloshin njerëzit duke dyshu. Ky imam, ky hoç, ky dietar, po ky edhe ky pas ka vjedh." Edhe i ka thonë Imam Buhari: "Fytyra kur humbet, ndër njerëz nuk kthehet më. Ama parja kur humbet, shkon edhe vjen prap. Prandaj ruje fytyrën tënde midis njerëzve që t'jesh korrekt, që t'jesh i mirë me lejen e Allahut subhanahu xhella xhelalu." Pra, puna tjetër që Zoti e dënon njeriu me këtë dynjë dhe në ahiret është gënjeshtra, dhe e katërta kush është? Është tradhtia. Kur njeriu është tradhtar, e tradhton dikën, e pret në besë, ai njeri dënohet me këtë dynjë, dënohet edhe në ahiret. E tradhton vendin tënd, e tradhton shokun tënd, e tradhton familjen tënde, e tradhton, nëse je tradhtar, nuk je i besës për tradhton, dije se Zoti ka me dënuat njeri me këtë dynjë, tradhtarin,
da dënoj dhe në ahiret me lejen Allahut subhanahu xhelle xhelalu, derisa nuk i len këto vepra. Nëse këto vepra i len me këtë dynja, kërkojnë falje, inshallah Zoti i falen me këtë dynja dhe në ahiret. Allahu ta'ala alam. Subhanallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.